Como ka regjistruar fitore me rezultatin 3-1 në shtëpi ndaj Veronës në kuadër të javës së 9 në elitën e futbollit italian. Në këtë ndeshje me gol kontribuoi edhe ylli kosovar Mërgim Vojvoda, i cili realizoi golin e tretë për Komon, ndonse ai nuk e nisi nga minuta e parë ndeshjen. Pas futjes së tij në pjesën e dytë, ndikimi ishte i menjëhershëm. 30 vjeçari realizoi në minutën e 92 për rezultatin përfundimtar 3-1, duke konfirmuar kështu fitoren e radhës së Komos. Për Vojvodën, ky ishte goli i tij i parë këtë sezon me Komon pas 8 ndeshjeve të luajtura deri më tani.